Jam tash me kryetrajnerin e Golden Eagle-it, kryetrajnerin Pipan. Coach, do you think the defense was the key for your team to get the W tonight? You held the opponent or PEA only with 27 points in the first half. Yes, you're right. We played much better than our last game at home. Congratulations to players. They did all the best on the court, especially on defense. We stopped their best shooters from outside. We were a little bit better than last time on rebounding. Less turnovers, only 10. It's also okay for us. So, but it's not over. Thursday is another game, so we have to remain humble and keep working on our mistakes, or to maybe to prepare something more for Thursday. Also, Coach, PEA tried to come back. They created some momentum, but your team responded very well. Do you think your players wanted more the victory against PEA tonight? Okay, the players showed character in crucial moment. They didn't lose his mind. He played intelligent, clever, and so why we win today. Thank you so much. Good luck on the next game, Coach. Thank you. Ishim edhe me trajnerin Pipan, ku fillimisht e pyeta në lidhje me mbrojtjen e mirë të yllit në pjesën e parë ku e la PEA vetëm me 27 pika. Ka qenë edhe ai faktori kryesor, ka qenë faktori kryesor mbrojtja. Ai tha që po, por ne treguam edhe një lojë shumë të mirë për dallime të para, sidomos edhe në sul. Një ashtu Pipan e çmoi edhe lojën e mirë dhe kujdesin e tyre në mbrojtje, sidomos gjithashtu edhe në sul. Një ashtu e pyeta edhe në lidhje me në lidhje me mbrojtjen e mirë, por edhe një ashtu edhe pse PEA krijoi disa raste, disa momentume ku mundua të afrojë në rezultat. PEA ylli u përgjigj me njëjtën mënyrë. Ai tha që po, lojtarët tanë ishin të vërtet të vëmendshëm sonte në ndeshje dhe një ashtu treguan edhe karakter dhe treguan dëshirë që sot të marrin fitoren dhe për të shtyrë edhe ndeshjen për të njëjtën që është edhe ndeshja e tretë e çerkfinales. Nuk mbet asgjë tjetër nga Karagaçi, vetëm se t'ju falenderoj nga Unandi Logja, natë mirë, dhe që nga hënia pa që një fillim javë të mbarë, gjithë mirat, natën e mirë.